Zonja dhe zotrinj, mirë se erdhët në bordin e fluturimit nga Shkodra drejt Romës. Besojeni ose jo, në vitet 30, 156 shkodran u mblodhën dhe kontribuan për blerjen e një aeroplani. Se kush, sipas mundësive, mirë po e dini se përveç se Romës, destinacioni mund të ishte edhe Brindisi, madje edhe vetë Tirana. Në Shqipërinë e viteve 30 dhe 40 mund të fluturojë edhe nga Tirana drejt Vlorës, Korçës, Kukësit apo qyteteve të tjera. Në këtë periudhë, vendi njohu zhvillimit të transportit ajror të brendshëm, pasi vuante nga vështirësitë që paraqiste transporti rrugor. Në këto kushte, u ndërtuan aerodrome thuajse në të gjitha qytetet kryesore, por jo për motive të mirëfillta udhëtimi. Përmes këtyre linjave, tregtarët do të mund të blinin dhe të transportonin mallrat. Linjat ajrore do të menaxhoheshin nga shoqëria italiane Ala Littoria. Fluturimet drejt qyteteve jashtë vendit nuk bëheshin vetëm nga Tirana apo nga Shkodra, por edhe nga qytete të tjera më të vogla, sikurse Peshkopia apo Devolli. Tarifat e fluturimeve brenda vendit varionin nga 11 deri në 39 franga ari, ndërsa biletat më të shtrenjta ishin për fluturime drejt Romës dhe Brindizit, për 90 deri në 100 franga ari.